E për rikthimi në studiot të nderuar shikues, ju thash pak minuta më herët sigurisht në hyrje të programit që do të flasim për poezinë bashkëkohore shqiptare, edhe është një libër me poezitë e 75 poetëve shqiptarë që është botuar para disa javësh ndoshta në Paris, në Francë, nga një shtëpi shumë prestigjioze botuese atje, dhe kanë qenë poetët mandej edhe në Paris, edhe sigurisht kanë diskutuar atje me njerëz të ndryshëm edhe kanë promovuar librin. Edhe ajo që mund të thuhet është, po na thoshte edhe mysafiri më herët, që është pritur jashtëzakonisht mirë ky libër nga kritika letrare atje, dhe ka pasur edhe artikuj në revista të profesionalizuara, të specializuara, pra që e përcjellin poezinë, e përcjellin letërsinë, edhe është komentuar, është vlerësuar shumë poezia shqiptare. Ajo që është e veçantë është që gjithashtu mund thuhet që në këtë përmbledhje poezish, pra, që janë debutuara në gjuhën frenge, ka poet nga të gjitha hapësirat shqiptare, nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malizi, edhe nga shqiptarët ku do jetojnë, apo jo, edhe diçka tjetër që është e veçantë që ja vlen me u thënë është që ka poet të gjithë brezave, apo jo, është një brez i ri që po rritet, një brez i ri i poetëve, por edhe ata të gjeneratës së mesme patjetër, por edhe ata të gjeneratës pakës më të vjetër. Është Reshat Saitaj, ai që ka kontribuar apo jo më shumë për këtë përmbledhje, që e kemi në studio diskutojmë me të për këtë libër. Mirëmëngjesi, mirë se ardhët. Faleminderit, Agron, se gati të gjitha ato që kam pas me thonë. Tash kemi që me folë nga aftushëm. I ke thonë qaq mirë, sa që s'di me folë ashtu. Ja, i zbërthejmë tash edhe... Shumë mirë ke folë. Dhe natyrisht unë mas pare falenderoj Ministrinë e Kulturës, sepse libri është bën me përkrahen e Ministrisë Kulturës së Republikës Kosovës, dhe falenderoj së pari atë. Pastaj po ashtu e falenderoj drejtoreshën e Shtëpisë së Kulturës Nikol Barriere, e cila është një mikeshe jone, mikeshe e Kosovës, edhe një mikeshe e cila ka kontribuar po ashtu shumë në botimin e kësaj librit. Jo, në fakt, po e nisim se kemi diskutuar më herët edhe për rastet ju shkonit në Francë, dhe mandej e di edhe nga Alketa dhe ju kemi përcjellë dhe di që vërtet promovimi atje, prezantimi ka qenë jashtëzakonisht dinjitoz, edhe pritjet kanë qenë shumë të mira, po e nisim ndoshta krejt te gjeneza e librit, si më thonë, ideja për me kriju një libër të tillë, për me i përmbledh disa prej poezive të poetëve shqiptar në një përmbledhje që e keni quajtur poezia bashkëkohore shqiptare. Pra, çfarë ishte qëllimi, ideja e këtij librit? Qëllimi i idejës është ka shumë vite që e kam shuar përpara në shtëpinë tonë të përditshëm, se Kosova dhe Shqipëria, për letërsia shqipe, ka talent, ka poet fort, ka shkrimtar të fort, mirë, po problemi është të ne, sepse gjuha shqipe është një gjuhë shumë pak popullsi kemi, që me mujtë me depërtu dikun tjetër. Pastaj, ne nuk jemi të përkthyer askund. Qëllimi im gjithmonë ka qenë që ne o shkret normale që duhet të bëjmë takime letrare mes shqiptare, ndër shqiptare që janë me shqiptarë të maqedonisë. Me i hap kufit për poezinë shqiptare. Mirë, po qëllimi im gjithmonë ka qenë që të japim poezitë, që poezia shqipe të depërtoj jashtë. Jo vetëm poezia, po edhe romani, sepse kur ishëm me Alipodime përpara sa ka qenë Alipodime bashkë me mua në atë kohë, edhe Alipodimin e kam botuar në Greqi, e kam botuar në Paris, e kam botuar po ashtu në këtë shtëpi botu, se është botuar edhe nga Nigjar Folli, dhe nuk është kjo nuk është libri i parë, por është që disa pra poezia shqiptare njihet si më thonë në Francë, apo ka deportuar tash në Sovjet? Ka deportuar, ka shumë vite që ka deportuar në Francë, mirë po të jemi të gjeneza se është më rëndësi që ne t'i tregojmë botës se edhe ne kemi poetë, edhe ne kemi shkrimtarë, sepse pasqyra e një populli shihet te poezia e popullit të tij. Kështu thotë një shkrimtar i madh, është Louis Aragon francez, ai thotë kështu moti ka thonë, jo tash, por pra na jemi pasqyra. Kjo antologji që është botuar sot dhe libra tjera që janë botuar në Francë janë pasqyra e Kosovës, janë imazhi i Kosovës jashtë, me ditë kush jemi ne, çka jemi. Fakt në Francë njihet si më letërsia shqiptare, po nuk po e ndajmë letërsinë, si më thon, brenda kufive shqiptar, po letërsia shqiptare njihet përmes prozës Ismail Kadares, Fatos Kongolit, të shkrimtarëve të tjerë të mëdhenj që janë përkthyer, po më pak apo jo. Por nuk e di sa është njohur përmes poezisë, pra, si më thon, vendi. Përmes poezisë, Kosova nuk është njohur shumë, është njohur në letërsia në Francë, është njohur normal, që edhe ju, është njohur përmes Kadares, përmes edhe Besnik Mustafaj e shumë të tjerë, të cilët kanë botuar roman atje. Mirë po, Besnik Mustafaj edhe disa të tjerë, ata e kanë përfituar sepse kanë qenë ambasador të Francës, ambasador të Shqipërisë në Francë, dhe këtë normal është, kur jeti një ambasador me botu një libër dikune, është këtë shumë lehtë është. Mirë po, ne, që botimet tona gjermantani, autorët tanë që janë botuar në Francë, janë botuar me përkrahjen
individuale të unionit të shkrimtarëve dhe të natyrisht të miqve tanë që kemi në Francë dhe kemi arrit domon poezia shqipe sot për sot është e njohur në Francë. Poezia shqipe me sot ne jemi krenar, sidomos me librin e fundit sepse kemi edhe shumë libra të tjerë që janë botuar si tash, por me këtë jemi krenar sepse kjo ne ka hap dyert edhe më tepër. Edhe është një pasqyrë ma gjithëpërfshirëse apo jo? Për poezinë shqiptare, se realisht po flasim për 75 poet që tashmë janë brenda kësaj përmbledhje, brenda këtij libri. Po, 75, imagjino, 75 poet janë të Shqipërisë, Maqedonisë, Malezisë, Serbisë, domthon kudo që ka shqiptar, domthon të gjitha ato, plus për nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, plus nga diaspora, domthon 75 i kemi zgjedhur. Për këtyre janë domthon vlera kombëtare të poezisë sonë. Në fakt, me u botu në Francë është shumë delikate dhe gjua franceze, po mandej delikate edhe në përzgjedhje ata. Nuk është që lexojnë gjithçka, duke qenë se është vend edhe djep i kulturës edhe i poezisë mund ta quajmë, apo jo. Edhe janë njerëz shumë selektiv. A e kishit këtë përgjithësi, dilemë mbase se si do të pritej kjo përmbledhje edhe si do të priteshin këta autorë, këta poeta atje? Është normal se në fillim në konkursin tonë, kur e kemi hapur, kanë qenë 200 pjesëmarrës, 200 Pra ka qenë me konkurs apo jo? Po, kanë qenë konkursi, kanë qenë 200 poezi. Në mesin e 200 poezive, ne kemi përkthy 200 poezi. Domthon edhe e kemi quë në Paris të 200-tat. Mirë pa atje këta dalë i kanë seleksionu, i kanë hekë, shumicën e tyre i kanë hekë dhe na kanë mbetur vetëm 75 poet. Kanë ardhur mbi 200, por kanë mbet vetëm 75. Nuk do të thonë që ata që nuk janë botuar janë të këqij, por seleksionimi i tillë është bërë. Ne në fillim kemi bërë një seleksionim këtu komisioni ynë në Kosovë, pastaj kemi dërguar të përkthyera në Paris, edhe Parisi pastaj më kemi lënë dorë të lira aty. Të shtëpisë botuese. Ata doin ata shtëpia botuese, pa ju përzi, pa i treguar askush gjë, veç e kemi çut përkthyera dhe ata të vendosin vetë cila është e mira, cila duhet. Edhe ata i kanë prej 200 i kanë larguar, kanë mbet vetëm. Kontaktet iniciale me nuk e di, përgjegjësit e shtëpisë botuese i kishit më herët apo jo? Edhe po e diskutonit që ja vlen me botu një përmbledhje me poezi të poetëve shqiptar në Francë. Si u prit atëherë kur ju e diskutuat këtë punë? Ne kemi diskutuar ka shumë vite që kemi diskutuar këtë dhe mirë po unë asnjëherë s'kemi qenë në gjendje të përkthejmë se ka shumë vite që jemi në kontakt me ta, se kemi botuar siç është botuar tani me poezi para në 2021 është botuar me tregime. Tani kjo është poezi, mirë po e njëjta gjë është botuar antologjia e tregimeve shqiptare, tregime të dashurisë kemi botuar. Dhe quhet Lakurisht drejt pavarësisë, libri tjetër që është botuar në Paris po ashtu, me tregime, jo me poezi, dhe edhe ajo është prit shumë mirë dhe është një ndër librat më emblematik që Franca ka bërë para 3 vjetë, ka bërë një reportazh për 26 shtetet e Evropës dhe në mes e 26 shtetet e Evropës libri ynë është libri më emblematik i ai para plaku. Ai para Lakurisht drejt pavarësisë. Titullohet në libër me tregime të dashurisë. Tash kjo është me tregim, kjo është libër me poezi. Po më intereson se tregime për shembull edhe te përkthimi. Po më falni se ju ndërpreva. Dhe kjo është vazhdim. Duket që ka rrugtim, po flasim edhe për atë. Po thosha për shembull për tregime është realisht pakës më lehtë me i përkthy. Se edhe mundën me u përshtat. Te poezia është shumë sfiduese. Edhe sidomos në një gjuhë, nuk e di si gjuha frenge, duket pak sfiduese, pak e vështirë me u përkthy edhe me rujt substanca, me rujt këtë ato që don autori me thonë në gjuhën e vet origjinale. Sa ka qenë, si më thon, sfiduese kjo punë, ky aspekt? Fati ynë ka qenë se ne kemi këtu 3 përkthyes. Edhe secilit 3 përkthyes janë edhe shkrimtar, edhe poet. Ata janë, e din ç'është mirë gjuhën, sa edhe shkruajnë gati drejt, është Ismail Ismaili, Beharja, janë Adem Gjeladini, janë edhe poet mirë, edhe janë përkthyes të mirë. Edhe fati ynë ka qenë se këta janë poet, këta e kanë përshtat, këta nuk e kanë përkthyet drejt pas drejti prej, se tash përkthejnë prej Google-s, s'ka me Google Word, mirë po këta kanë përkthy me dorë, në dorë shkrim, se kam qenë non-stop, i kam çdo herë sa herë kanë përkthy një poezi. Plus ju vetë njëni gjuhën frenge. Ma kanë dërguar mua, unë e kam kontrolluar, edhe pastaj unë kam thonë, okay, mirë është. Po fati ynë, i falenderoj po ashtu Adem Gjeladinin, Beharën edhe Ismail Ismailin, të cilët janë përkthyes të mrekullueshëm të gjuhës frenge, nga shqip në frëngjisht. Gjuha frenge është gjuhë e poezisë, gjuhë e letërsisë, gjuhë e artit, gjuhë e kulturës, apo edhe është një diplomacisë. Edhe gjuhë e diplomacisë, patjetër, është një prej gjuhëve më të popularizuara në botë, apo jo? Sepse nuk po flasim vetëm për Francën, po flasim edhe për shumë frankofon që kemi gjithandej
gjithandaj globit, apo gjithandaj botës. Kështu që është tashmë me këtë gjuhë shumë ma lehtë me depërtu poezia shqiptare. Tani për tani, me këtë gjuhë është sepse ky libri ynë tash ka filluar të shitet shembull në Bruxelles, në vende frankofone, në Bruxelles, Luxemburg, në Gjenev, në Zvicër, po mendoj, në Kanadë, edhe në një shtet të Afrikës diku në Somali, që shquhet, një shtet ku janë frankofon. Këtë libri jonë shitet në rreth 300 milion frankofon, nuk e lexojnë 300 milion, por në 300 milion shitet. Do t'jetë atje. Ka dalë në shitjen libraritë e këtë botës gati. Kjo është shumë mirë për neve, është shumë mirë për letërsinë, se nuk është vetëm për një poet, por tani çdo poet i ka dyert e hapura, çdo poet shqiptar, po si ti shkruaj, shtëpit botues të kam një roman, kam diçka, ata të përgjigjen pozitivisht, sepse kanë një farë simpati ndaj popullit shqiptar, sepse libri është bërë, promovimi është bërë në ambasadën e tonë Paris, e falenderoj ambasadorin tonë Paris, i cili në ka ndihmuar shumë në pritje, në organizim, në koktelin që e ka organizu për musafir, sepse në Paris kemi pas musafir të huj, musafir të lartë, të cilët kanë arë në shkrimtar të Parizjenit, të Parisit, të cilët kanë arë në promovim, e ambasadori i ka pritë shumë mirë, e falenderoj shumë. Edhe është kjo diplomaci kulturore, apo jo, që e keni bërë në këtë rast. Edhe kur flasim se, si më thonë, është e rëndësishme gjithmonë me u botu jashtë vendit, po kur botosh në një vend si Franca, po mandej nga një shtëpi botuese vlera e librit rritet, apo jo, sepse ka shumë njerëz që po besoj bazohen edhe në atë se, si më thonë, kush e ka botuar, se ka kritere për me u botu nga një shtëpi botuese si kjo që e ka botuar këtë përmbledhje, apo jo. Është me rëndësi sepse unë e baj që 20 vjet pas çlimit të Kosovës e di se shqiptarët botojnë libra dhe i përkthejnë francisht, ka shumë pyetje që kanë përkthyer francisht, edhe japin këforet, i japin këtyre se me përkthyer nuk ka problem, me botuar një libër, me përkthyer, me bëni ose antologji ose çkado, me botu vetë, me përkthyer vetë, me forcat e tua ose me ndihmën e tjerëve. Mirë, po me botuar në një shtëpi botuese të njohur, ajo është këtë tjetër kriter, ajo është këtë tjetër vlerë, tjetër që shkruan në armatan, këtu në shumë çkado, është domon shtëpia botuese është e njohur, nuk është shtëpi botuese me shajt më thonë po botojnë as çka do. Dhe kjo ka rëndësinë. Për këtë është më rëndësi që të botohen në shtëpi botuese, s'po tham vetëm të kjo, por kemi edhe shtëpitë e tjera, e kemi Albin Micheli, kemi Fajar aty ku boton Ismail Kadare, kemi plus shtëpi botuese, ne s'kemi arritë të botojmë aty, por mjafton që këtu kemi arritë, se kjo është shumë e njohur. Ato këtë normale që normalisht tash me këtë janë hapur shumë. Domthonë është hapur dera në Paris për librat, për autorët shqiptar. Nuk është më rëndësi pse veç kjo, por tash secili e ka një derë të hapur, nëse ka një vlerë, mund mi dërgu libër me botu në Paris, ose libri nuk botohet, ne nuk kemi paguar asnjë cent atje, libri në botojnë ata me parat veta dhe ne fitojmë nëse shitet libri. Tani libri do del, dhe të flasë ashtu, sepse me këtë libër kemi konkuruar si vjetë të mund të jetë si një ndër librat e përkthyer, se nuk kemi veç na që jemi përkthyer. Ka dhe tjera, ka shtete tjera që kanë përkthyer, ka prej anglishtes për shumë shteteve tjera, mirë, por ne me këtë libër si vjetë kemi konkuruar që ky libër të jetë një ndër librat më të mirë poetik për mbledhjes poetike në Francë. A fitojmë, nuk dihet, por kemi konkuruar dje, kemi konkuruar me një konkurs që është në Paris, në Francë që mbahet. Edhe kjo është lajmi i fundit, a? Edhe kjo lajmi i fundit se dje që kemi po. Pra jemi në garë për librin më të mirë të përkthyer në francisht, për poezi. Për poezi. Për poezi, po. Edhe tash kur vendoset, kur e di? Nuk e di kur vendoset, në qershor më duket vendoset, sepse në qershor del në shitje në tër Parisin, kam është festivali poezisë në Paris, dhe shtëpia botuese këtë libër do ta qetë në shitje në qendër të Parisit, kam dalë kështu se është sikur të na që bëjmë tregu, po atje thonë Marché de la Poésie, tregu i poezisë i thonë, edhe tregu i poezisë, domthonë këtë Parisin është festë, me qershor, me 18 qershor më duket, edhe del libri ynë, ka me qenë aty, domthonë është si shpybjen një festë e librit, apo? Si përfaqe është libri jonë, ky libër ka me dalë. Edhe ajo është shumë për neve. Një prej vlerave të shtëpisë botuese, që e prezanton. Edhe po më mbështypi kjo do të jetë piktura e profesorit Hajrush Fazliu. Po, këtë ka po. Edhe komplet, si më thonë, është shqiptare. Falenderoj pa ashtu. Edhe poezia brenda dhe ilustrimi në ballin, edhe gjithçka tjetër, edhe përkthimi përveç shtëpisë botuese. Po, piktura e Hajrush Fazliu, të falenderoj profesorin Hajrush Fazliu, që na ka dhuru këtë pikturë.
Dhe e ka, do në çdo gjë shqiptare mbrenda, edhe poezia, edhe liria, çdo gjë është shqiptare dhe ky libër është duke rrugtuar, harrova të ta cekë se para pak kohë ka shku gazeta Diva, është revistë. Jo, se desha me ju pyetje, në fillim të prezantimit e thash që ka edhe vëmendje të kritikës apo jo letrare atje që e ka lexuar, e ka analizuar dhe ka shkruar mandej mbi këto poezi dhe vërtet janë disa artikuj që janë botuar në shtypin francez apo jo. Po në shtypin francez e kemi shembull tash Diva, është një ndër revistat Diplomacia kulturore quhet. Diva është vetëm për kulturë, specializuar vetëm për kulturë. Edhe ka shkruar një artikull të mrekullueshëm për këtë. Çfarë thuhet në artikull? Në artikull si parafrazim, si përbërje. Kur të flasim për poezinë dhe lirinë, atëherë poezia dhe liria janë bashkë, se populli shqiptar sentimentet e tyre politike i shpreh përmes poezisë, përmes artit. Kjo fjalia shumë e bukur, fjalia është fjali e mrekullueshme. Plus tjera mbrana këtë është edhe flet për vlerat që i kemi poetët tanë që i kanë vlerat artistike. Edhe domon është një artikull shumë mirë. Kam përkthyer në shqip, kam botuar aty në Facebook aty, po natyrisht se këtu kanë shkruar shumë aty, edhe ka shkruar gazeta pastaj gazeta Le Parisien. Gazeta Parisien me shkruar di çfarë gazeta është. Çfarë thuhet në Parisien? Edhe ata flasin aty në Parisien bile ka marrë 17 poezi, pikë që ty në 75 autorëve, 17 poezi ka zgjatur si më të mira të vitit 2024. Kjo është bukuri, kjo është mrekulli. 17 poezi të qëtij libri nga të autorëve shqiptarë. Edhe kam artikull, kam botuar në Facebook, kam postuar. Po du me patash, po. Edhe është, janë domthonë kritika franceze ka vlerësuar në të gjitha aspektet libri ynë është i vlerësuar. Domthonë gazeta Parisien, gazeta Diva, 3 gazeta kanë shkruar për këto, domthonë edhe një portal nuk e di cili tash shumë kujtohet. Mirë po janë libri ka korë sukseset të papritme. Unë se kam menduar, për vetëm nuk e kam menduar që mujna me arrit ka sukseset të mëdha. Mirë po kemi arritur për fat. Qa është e veçanta e poezisë shqiptare, këtyre poezive që janë të botuara, se realisht poezi shkruhet në gjithë botën, gjithandej, po se cili vend po më duket që varësisht në për çfarë sfidash kalon edhe në për me çka ballafaqohet, pra po besoj që ka një farë ngjyrimi mandej mbi atë që del edhe përmes vargut poetik. Këta mendoj unë, jo mendoj, po është e vërtetë se ne poetët shqiptar kanë përjetuar vojtje, kanë përjetuar janë përballë me sfidat të ndryshme të jetës dhe ato sfidat e tyre të jetës tani për tani i shprehin përmes poezisë. Të gjithë ato vujtjet, edhe dashurinë, edhe vujtjet, edhe ato që kalu, jo vetëm si popull, po si individ poeti, se poeti është një lloj profeti i sardhme, se gjithë poetët, shumica atyne shkruajnë edhe parashojnë çka ndodh, pa qenë i vetëdijshëm. Edhe këto poetët tanë janë kanë një farë aftësie që fatkeqësisht nuk janë të përkthymë. Shumica prej tyre tanë, domthonë veprat e tona nuk janë të përkthyme se mendoni që ka vlera apo jo? Jo mendoj, ja vlen me bota. Kanë vlera, por ne në mesin e shqiptarëve është një farë lloj inferioriteti i shqiptarëve. Shembull na shqiptarët, shembull dikush në Tiranë mendon se Kosovë nuk ka poezi, na jemi më inferior ndaj Tiranës, nuk jemi inferior ndaj kërkujnë skastje, se këtë njësoj, si Tirana, si Kosova, si poeti i Francës, si poeti i Kosovës është këtë njëjtë. Sot për sot, unë me sa kam parë, me këtë libe që është botuar me libra tjera, dhe me kontakte tjera që njoh, domthonë nuk ka dallim një poet nga Kosova që në Paris lirisht, ai vetëm ka mundësi mu botuar, vetëm ka mundësi mu përkthy, që është duhet me përkthy mirë, sepse përkthimet të varet e përkthyesi, si shtava dhe më herët. Nëse nuk është i përkthy mirë, normal edhe s'ka vlera, por poeti shqiptar kudo që jeton është i aftë, është i njëjtë me poetin francez. Ne nuk kemi kurrë dallimi. Unë rri me poet të njohur francez, unë rri me poet të njohur rus, me njerëz që vinë shembull në simpoziumin ton, janë poet të njohur nga Rusia, nga Franca, janë profesor New York, japin mësim në Sorbonne, profesor Sorbonës, mirë po s'kan asnjëri prej tyre dallim për meje.
njësoj si unë, si ata, si ku këta tjerë, si ku shokët e mi që janë shqiptarë. Pra s'du të kemi ndjenjë inferioritetit, apo jo? Ndjenjë e inferioritetit, por nuk du të me qenë edhe ndjenjë e superioritetit, du të me hecë për tokë, se pa u përkthyë ti me një gjuhë tjetër, s'mundësh me ditë kush je. Duhet me u matë, apo jo? Duhet me matë, pas pari, me përkthyë. Kur kemi, si me thonë, një farë matje se si po shkon libri, si po pritet, për te këtyre kritikave, si me thonë, edhe sa përket shitjes, sa përket përqafimit të librit nga masa. Në Francë, në Gjenevë, në kudo që, Bruxelles, Kanadë, kudo që ka shku tash me libri. Tash me libri, shembull tash lexuesi francez do ta lexon normal, mirë, por për me lexuar libër normal që do të pas reklam. Ata shembull tash janë aty vetëm shtëpia e botuese, kë i boton 100 tituj mujt, brenda mujt i boton kë 100 tituj. Tash shtëpia botuese, ata nuk ka mundësi neve më na veçu neve veç librin ton, me veçu edhe me thon libri më i mirë i vitit aty është. Nuk ka mundësi veç ata, sepse ne duhet me vrapu për me bosh. Shembull tash shqiptarët të cilët jetojnë në Gjenevë, ata që folin francezisht, shqiptarët francezëve, ata që janë të martuar me francez, ata me bëni publicitet. Një herë ku ta blen një shqiptar, ja jep dhurat një libër dikujt tjetër, ai tjetër francezit çështoj shkon këtë botën. Edhe tash vetëm me shqiptar tanë poza me ble librin në Paris, në qeshor, ose kur do që është trega aktualisht. Edhe realisht derisa po e thoni, ju në menova e kisha parasysh edhe këtë, thash që shqiptarët në përgjithësi mundën me dhënë një kontribut në këtë aspekt, sepse vërtet kemi shqiptarë që jetojnë gjithandej dhe mund e di që shpeshherë edhe kemi dilema bile çati blejmë dikuj për dhurat, për një rast një ditëlindje, një rast një çado qoftë, kështu që janë një mundësi e mirë për një libër shqiptar që ka, se thon, frymë shqiptare, por që është i botuar në gjuhën që ata e njohin, ata e kuptojnë, ose është gjuha e tyre, edhe thjesht mandej i bën disa të mira me një veprim. Po, ajo është këtë normale, por në këtë aspekt duhet edhe Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës me na ndihmua. Shembull, mi dhon ambasadës që është në Gjenevë, ambasadës që është në Bruxelles, ambasadës e shteteve frankofone, mi ble ka 100 kopje kur shkon te ambasadori, shembull, një delegacion i huaj, atë ambasadori në Paris, ambasadori i Parisit ja jep një libër për kthyme, s'ka nevojë më dhon se tash na japi libra, shembull, ambasada në Paris ka libra plot shqip, po shqip kush i lexon atje, kush milion shqiptarëve. Këtë libër shembull, pas ambasadori i Parisit atje në Francë, me djalimin tash e jep tjerëve edhe çdo musafirë që shkojnë aty. Ata kanë një libër? Normal. Normal. Se thash me manën shkru? Jo, normal ajo është gjë ma vogël. Shumë faleminderit që erdhët. Shumë faleminderit. Veç ta tregojmë që sot është në ora 12 në Institutin Albanologjik, se harrum. Po. E kemi përmendur të ngjarjet të ditës, po thuaj. Sot është në ora 12 në Institutin Albanologjik për promovuar librin në gjuhën, domthonë në gjuhën frenge, por domthonë libri do të jepet falas të gjithë aty në autorëve që vinë sot. Në ora 12 në Institutin Albanologjik. E kemi përmendur të ngjarjet të ditës, pra krejt ju që jeni dashamirës të poezisë edhe të vlerave shqiptare duhet jeni aty edhe sigurisht me pa një ngjarje, me konsumu një ngjarje të tillë kulturore. Faleminderit edhe një herë. Po shpresoj që vërtet me u hap dyert për botues, po mendoj për poetët, për ata që shkruajnë, për shkrimtarët, për këtë qoftë, pra edhe në një treg shumë të madh si ky i Francës ose në çfarëdo gjuhë të njohur në botë.